Interesi të rinjve për të angazhuar në bujqësi dhe blegtori po vjen në rritje fal skemave të financimit dhe mbështetjes që ofron qeveria përmes politikave të reja zhvillimore në zonat rurale. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, ka ndarë në rrjetet sociale një histori frymëzuese që tregon se bujqësia po kthehet në një mundësi reale punësimi dhe zhvillimi për të rinj shqiptar. Në ditën kombëtare të rinisë, Salla solli në vëmendje rastin e Emiliano Qerajt, 26 vjeçarit nga Baldushku, i cili ka përfituar nga skema e mbështetjes direkte për tufën bazë të matrikulluar. Ndërsa gjithnjë më shumë të rinj si Emiliano po e shohin bujqësinë jo vetëm si traditë familjare, por si një mundësi profesionale fitimprurse dhe afatgjatë. Salla u shpreh se i angazhuar me pasion dhe punë të përditshme në blegtori, Emiliano ka arritur të ndërtojë një fermë funksionale dhe të qëndrueshme. Sipas ministrit, historia e tij është një shembull i qartë i asaj se si energjia dhe këmbgulja e të rinjve e kombinuar me mbështetjen financiare të shtetit mund të sjellë rezultate konkrete dhe të inkurajojë të tjerët të ndjekin të njëjtën rrugë. Unë jam Emiliano Qeraj, nga fshati Baldushku i Tiranës. Prej 15 vitesh ushtroj barvajtjen e lopëve, kam 14 krerë lopë dhe 15 viça aktualisht. Prodhojmë rreth 200 litra qumësh në ditë, ku i tregtojmë tek pikat e grumbullimit që kemi te afër zonës. Puna ka vështirësitë e veta, por kur e bën me dëshirë dhe pasion diçka, është më kollaj për të arritur. I bëj thirrje edhe të rinjve të angazhohen në mbarvajtjen e lopëve dhe blegtorisë, se është një punë që të jep shumë të ardhur dhe nuk le kurrë në asnjëherë pa gjë. Emiliano tregon se ka mbi 15 vite që merret me mbarshtrimin e lopëve. Në fermën e familjes së tij ka 14 krerë lopësh dhe 15 viça dhe merr 200 litra qumësh në ditë, që i tregton në pikën e grumbullimit. Ky ritëm punë dhe përkushtimi e ka bërë Emiliano Qeraj një shembull i qartë se si pasioni dhe mbështetja e duhur mund të kthejnë blegtorinë në një mundësi të qëndrueshme për të rinjt në zonat rurale. Bujqësia është një sektor me potencial të madh për të rinjt dhe qeveria ka zgjeruar skemat kombëtare dhe mbështetjen që synojnë rritjen e numrit të fermerëve të rinj, modernizimin e fermave ekzistuese, nxitjen e investimeve në blegtori, bujqësi dhe prodhimtari, zhvillimin ekonomik të zonave rurale.